Në periudhën e pas luftës në Kosovë sigur është bërë një invazion i vetuar nga më të ndryshmet nga tërë vendet evropëndimore, sidomos ato të prodhuesve gjerman. Padyshim, rrallë herë ndodh që ato të jenë nga seritë e prodhimeve më të reja, por kryesisht janë nga ato që i ka amortizuar dhëmbi i kohës si dhe infrastruktura jo e volitshme e rrugëve tona. Andaj si problem i kësaj natyre janë furnizime me pjesë rezervë për makinat që çdo ditë kanë nevojë për mirëmbajtjen e tyre. Në prill të këtij viti, bashkëdhetari ynë zoti Selver Shala, i cili punon përkohësisht në Liechtenstein, hapi veprimtarinë tregtare Parts Center këtu në Prizren, e cila merret me furnizimin me pjesë rezervë të automjeteve të gjithë llojeve, kryesisht nga perëndimi. Që në fillim të veprimtarisë së saj, kjo ndërmarrje tregtare ka një bashkëpunim të ngushtë me firmën shumë prestigjioze zvicerane Deredinger Meseli në Zürich, e cila ka një shtrirje të gjerë në mbar kontinentin. Sot në ambientet e kësaj ndërmarrje për vizitë pune ishte edhe zoti Fritz Hinterberger, përfaqësues i koncernit Deredinger, filial në Salzburg të Austrisë. Në pyetjen e gazetarit ton se sa është i kënaqur zoti Shala si pronar me fillimin e punës së kësaj ndërmarrje dhe cili është niveli i raporteve me firmën si motor Deredinger, ai shprehet. Primtaria ka filluar me të parën prill këtij vitit. Jemi shumë të kënaqur domethënë me punën që kemi pas deri tash dhe jemi të bindur domethënë për të ardhmen që do të ketë edhe shumë më tepër. Po cilat janë raportet që tani veç i keni krijuar me firmën Deredinger të Zvicrës? Shumë mirë dhe tash kemi edhe vizitën domethënë prej zotni Hinterberger që e shën domethënë se ka në Kosovë domethënë potencial dhe ka një perspektivë të mirë domethënë të ardhmen. Kurse mysafiri nga Austria, lidhur me përshtypjet e para që ka këtu në Kosovë dhe bashkëpunimi i ndërsjell në mes tjerash, theksoi. Unë jam i befasuar me potencialin e energjisë të cilin e disponon ky vend dhe gjithashtu më duhet të theksoj se ky personel përvojën të cilin e ka fituar në Zvicër dhe Liechtenstein për këto punë, tani me shumë sukses po e aplikon këtu. E veçanta e veprimeve të kësaj firme është se tani me një sistem shumë të avancuar saktësisht e dim se cilat pjesë janë të kërkuara dhe cilat pjesë gjenden në depot tona, si për nga lloji ashtu edhe për nga cilësia e tyre. Problem i vetëm ka ngelur çështja e logjistikës, e cila për momentin është paksa e vështirë. Ndërmarrja tregtare Parts Center tani ka filluar bashkëpunimin me shumë ndërmarrje për servizimin e veturave, ndërto është edhe ajo Eurofood këtu në Prizren, kurse drejtori i saj zoti Mehmet Shala, lidhur me bashkëpunimin me Parts Center, theksoi. Është vërtet se Parts Center një kohë jo shumë, po ja 3-4 muaj është që ne kemi startuar të bashkëpunojmë me këta, dhe për këtë kohë që ne kemi bashkëpunuar, është vërtet se na kanë sjellë do pjesë origjinale, pas që kanë qenë origjinale, njerit edhe i japin garancion 1 vjeçar, që është janë raste shumë të rralla te ne, sepse siç e dini te ne është çrregullu tregull dhe çdo kush prodhon, çdo kush shet. Kështu që as garancion, as që dikush qëndron prapa këtyre pjesëve. Zotërit janë ofruar me ofertën e tyre se çdo herë dhe në çdo kohë janë në gjendje të na sjellin pjesë që kem nevojë për ta. Qëndrojnë prapa aty në sa i përket garancionit, edhe si bashkëpunëtor, si njerëz janë treguar shumë të sinqertë dhe korrekt.